Në historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, emri i Mzot Visarion Gjuvanit zë një vend të veçantë. Ai ishte një ndër figurat më të rëndësishme të periudhës formimit të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Një intelektual i shquar, teolog i përgatitur në universitetet më të mira të kohës dhe një klerik që përjetoi burgun dhe persekutimin komunist për shkak të besimit dhe qëndrimeve të tij. Figura e tij është figura një eruditit të shquar dhe një veprimtarit të kaq të shquar në aspektin shoqëror, por është dhe figura e një patrioti dhe politikani të suksesshëm. Ai do të merrte pjesë si përfaqësuesi prefekturës së Durrësit në Kongresin e Lushnjës në janar të vitit 1920, i cili pati një rëndësi shumë të madhe për fatin e Shqipërisë dhe të shtetit të ri shqiptar. Po kështu, në vitet 1920, 1922, ai do të shërbente edhe si senator dhe si deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Visarion Gjuvani lindi në lagje Kalat të Elbasanit në vitin 1887. Familja e tij ishte e njohur për traditat e forta të Krishtera dhe lidhjet e ngushta me jetën kishtare. Babai i tij quhej Jani, ndërsa nëna Efthimia. Vinte nga një familje lidhur me figura të njohura të kulturës dhe besimit në Shqipëri. Pikërisht, nëna e tij luajti një rol të rëndësishëm në formimin shpirtëror të djalit të saj. Peshkopi Visarion Gjuvani u lind në lagjen Kalat të Elbasanit në vitin 1887. Ai rrithte nga një familje me tradita të Krishtera. Babai i tij quhej Jani, ndërsa mama e tij ishte Efthimi Biraja. Kjo e fundit kishte lidhje farefisnore me Konstantin Kristoforidin. Dhe vetë Visarioni që në emrin që ai mori kur lindi, i cili thëritej Petri, ishte një nga vëllezërit më të mëdhenj ndër 4 vëllezër. Që në fëmijëri, Petri, si quhej para se të merrte emri Visarion, u edukua me dashurinë për kishën dhe për kushtimin ndaj Zotit. Një ngjarje që ai vetë do ta kujtonte më vonë lidhej me vizitën e peshkopit Visarion të Durrësit në shtëpinë e tyre. Nëna e tij, duke parë afërsinë e voglushit me peshkopin, e udhëhoqi të ecste mbi gjurmët që kishte lënë hierarku në dëbor, duke shprehur dëshirën që edhe ai një ditë të bëhej shërbëtor i kishës. Arsimin fillor e mori në Elbasan, ndërsa studimet e mesme dhe të larta i kreu në Athinë. Ai u diplomua me rezultate të shkëlqyera në teologji dhe më pas fitoi gradën doktor. Për një periudhë shërbeu edhe si lektor në Universitetin e Athinës. I pajisur me kulturë të gjerë dhe njohës i disa gjuhëve të huaja, i Mzot Visarion Gjuvani ishte ndër klerikët më të arsimuar shqiptar të kohës së tij. Shkollimi i tij nisi fillimisht në Elbasan, në një prej lagjeve të Elbasanit Dryni, dhe më pas ai u shkollua, kreu shkollën e mesme në shkollën Arsaqo të Athinës dhe më pas shkollën e lartë për teologji me rezultate të shkëlqyera. Më pas ai edhe u doktorua për teologji në Athinë dhe u bë dhe njëkohësisht edhe lektor në Universitetin e Athinës. Pra, kemi të bëjmë me një figurë të rëndësishme, të arsimuar, një person i cili njihte disa gjuhë të huaja, që ju dedikua kishës. Visarion Gjuvani nuk përfaqëson vetëm një personalitet të njohur fetar o kishtar. Ai përfaqëson dhe vetë dhe një njeri të kompletuar nga ana e formimit intelektual dhe erudicional. Ishte njohës i disa gjuhëve, greqishtes, vjetër e të re, anglishtes, gjermanishtes, italishtes, rumanishtes, serbokratistes. Ka përkthyer mesharin si dhe jeta e Shën Gjon Vladimirit. Me iniciativën e tij, në vitet 30, kur u kthy nga Universiteti i Cambridge-it, ku mori një doktorim të dytë, me iniciativën e tij dhe ndihmoi dhe ekonomikisht, u krijua busti i Kristoforidit dhe vendos as dhe sot
në oborin e kishës Shënmëris në Kala. Për të dhënë një vend dur Krishanikin Shëpëridhi si babai i gjuhës shqipe. Elbasana si i njohur si babai i gjuhës shqipe. Pas dorëzimit në shërbesën kishtare në vitin 1918, ai shërbeu për një periudhë në Bullgari dhe Rumani, për të kthyer më pas në Shqipëri në një kohë kur vendi sapo kishte fituar pavarësinë dhe po zhvilloheshin përpjekjet për organizimin e kishës ortodokse të Shqipërisë. Në vitin 1922 mori pjesë në Kongresin e Beratit, ngjarje që shënoi fillimin zyrtar të rrugëtimit drejt autoqefalisë të kishës ortodokse në Shqipëri. Në ato vite, ai u bë një nga mbështetësit më aktiv të pavarësimit kishtar dhe të përdorimit të gjuhës shqipe në jetën liturgjikale. Paralelisht me shërbimin kishtar, Imzot Visarion Gjuvani ishte aktiv edhe në jetën publike. Ai u zgjodh deputet dhe më pas senator, duke mbrojtur në parlament çështjet e arsimit, të kishës dhe të interesave shoqërore. Ai pati meritën që mori pjesë në 2, edhe si hierark i lartë kishtar, në 2 prej kongreseve më të rëndësishme që quan në krijimin dhe në konsolidimin e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, në kongresin e Beratit të vitit 1922 dhe në kongresin e Korçës të vitit 1929. Pasi u jerotonis në vitin 1918 si klerik, ai shërbeu për pak kohë në Sofje të Bullgarisë edhe në Rumani dhe më pas erdhi në Shqipëri dhe duhet kemi parasysh që në atë periudhë ishte pak vite që ishte shpallur i pavarur shteti shqiptar dhe njëkohësisht ishte dhe fryma për autoqefalinë e kishës dhe ishin bërë përpjekje dhe natyrisht Visarion Gjovanin e shohim edhe në kongresin e parë panortodoks të Beratit të vitit 1922, që ishte një nga klerikët. Në atë kohë ai ishte arqimandrit, ishte klerik i ullët, prift, por që mori pjesë në këtë kongres dhe ky kongres nxori vendimet e asaj kohe të rëndësishme, pavarësisht se ishte një fillesë e cila nisi, se të thua, startoi zyrtarisht përpjekjet për autoqefali, por që nuk ishin të njohura nga patriarkana ekumenike në atë kohë, sepse një nga arsyet kryesore ishte sepse nuk ishte praninë e episkopëve në atë kohë. Dhe siç e dim, aty ku nuk ka episkop, aty nuk kemi dhe kuptimin e një kishe të ngritur, që meqense peshkopi është kreu i kishës në rafshin e peshkopatës dhe juridiksionit ku ai shërben. Gjatë punës për studimin e figurës së tij kam ndeshur tek botimet e kohës të Kuvendit të Shqipërisë, tek bisedimet e Kongresit Kombëtar, siç mbante titullin atëre botimet zyrtare të Kuvendit, fjalimet e tij të jashtëzakonshme, fjalime me një pathos jo vetëm patriotik të karakterit intelektual, por dhe të karakterit burnor tipike të traditës shqiptare. Një nga periudat më debatueshme të jetës së tij lidhet me irotoninë e tij si peshkop në vitin 1925. Për shkak të rrethanave të kohës dhe mungesës së një zgjidhje kanonike brenda Shqipërisë, ai u hirotonis nga peshkopët rusë në Kotor të Malit të Zi. Kjo ngjarje shkaktoi polemika dhe nuk u njoh nga patriarkana ekumenike e Konstantinopollis. Megjithatë, pavarësisht debateve, qëllimi i tij mbeti forcimi i kishës dhe përgatitja e saj për marrjen e autoqefalisë. Në vitin 1929, ai u vendos në krye të kishës ortodokse të Shqipërisë, duke drejtuar përpjekjet për organizimin e jetës kishtare në vend. Në vitin 1936, për hir të unitetit të kishës dhe për të lehtësuar njohjen e autoqefalisë, ai pranoi të tërhiqej nga drejtimi kishtar dhe kërkoi falje për veprimet që konsideroheshin antikanonike. Ky veprim hapi rrugën për njohjen zyrtare të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, e cila u kurorëzua me dhënien e tomosit patriarkal
në vitin 1937. Visarion Giovanni, në qoftë se do të vijojmë më tek, vijon dhe fillon dhe kërkon të bëj përpjekje për të bashkëpunuar, dhe një nga synimet e tij ishte që të vishej episkop ose peshkop. Dhe meqense këtu tereni në vitet 20 nuk ishte i favorshëm për të, sepse kushtet ishin antikanonike për ta realizuar të gjë, domethënë ai kërkonte që të vishej, dhe ndodhi që njëkohësisht e shohim edhe disa dimensione, aspektet kontributit të tij. Meqense ai u zgjodh si këshilltar për Elbasanin në këshillin si senator, të themi, dhe vijoi detyrën e tij si deputet nga vitet 1920 deri në vitin 1924, ku dhe aty edhe si deputet në bisedimet parlamentare ai vinte nxirrte në pak njëkohësisht edhe çështjet të kishës, çështjet ekonomike të kishës, meqense kishin të bënin me një kishë të varfër, ose përpjekjet që e autoqefalisë të cilat të zyrtarizoheshin nga shteti. Dhe natyrisht mund të themi se në periudhën asaj kohe vetë arqimandriti Visarion Giovanni në përpjekjet e tij për të ndihmuar, se thua, kishën autoqefale, u përpoq dhe pati mbështetjen ose ndoqi iniciativën edhe vullnetin edhe të fillimisht të kryeministrit Ahmet Zogut dhe më pas mbretit Ahmet Zogut parë, me qëllim që komunitetet fetare të pavarësoheshin edhe të kishin një shkëputje nga qendrat e tyre historike shpirtërore, dhe u përshtatën këto kushte, dhe në vitin 1925 Visarion Giovanni nga arqimandrit vishet peshkop. Këtu kushtet në atë periudhë nuk kishte peshkop të cilët të ishin që ta vishnin atë, domethënë që të ishin, sepse dy peshkopët, njëri që ishte eksarku i patriarkanës Hierotheu Jaho, po edhe tjetri që ishte Kristofor Kisi, nuk pranuan kushtet që vendosi Ahmet Zogu për ta mbajtur disi të nënshtruar kishën ortodokse, dhe nuk e hierotonisën në peshkop Visarion Giovannin, dhe për këtë gjë ai kërkoi ndihmë nga jashtë, dhe me bekimin e patriarkut të Serbisë të asaj kohe Dimitrit, shkon në Maltëzi dhe në Kotor hierotoniset nga dy peshkopë rus. Pavarësisht se ai bëri këtë veprim, e cila ngjalli polemika, qoftë edhe nga pjesa tjetër e kishës të asaj kohe, siç ishte për shembull Ad Vasil Marko, meqense ai në momentin e hierotonistes nuk e pranoi dhe që binte në kundërshtim edhe me rregulloren e Këshillës së Lartë që ishte caktuar në vitin 1922, por edhe njëkohësisht edhe patriarkanat ekumenike e kishës mëm, kurse si nuk mund ta pranonte hierotonin në episkop të Visarion Giovannit. Pavarësisht kësaj, në vitin 1929 Zogu i parë ndryshoi kursin, si të thuash, edhe devijoi, si të thuash, edhe kishte lënë mënjan edhe peshkopët e tjerë të cilët ishin kanonikë në Shqipëri, siç përmenda Hierotheu Jaho apo Kristofor Kisi, po dhe më pas një peshkop tjetër eksark i patriarkanës që erdhi në vitin 1925, nuk e kujtoj emrin tani për momentin, dhe duke lënë mënjan këta i zgjodhi që të mbështeste Visarion Giovannin për të pasur kishën më të nënshtruar, të themi, në atë periudhë. Dhe pavarësisht të kësaj situate, natyrisht Visarion Giovanni ka bërë përpjekje dhe ka dhënë kontribute qoftë për kishën, qoftë edhe për çështjet arsimore, apo edhe për shembull e shohim që ai përpiqet që të krijojë sinodin e 1929-s me peshkop, por që nuk ishin të pranuar nga patriarkana ekumenike, sepse nuk ishin në vijimësinë kanonike. Domethënë,
pavarësisht veprimeve të tij antikanonike në sferën kishtare, sepse ai kishte kontribute edhe si parlamentar, kishte kontribute edhe si mbrojtës i gjuhës shqipe në përpjekjet e tij, siç vërehet edhe nga bisedimet parlamentare për shkollën shqipe dhe të tjera. Pavarësisht kësaj, ai i pranoi këto veprime që i konsideronte si një manifestim i mentalitetit të kohës, dhe në vitin 1936 kërkon falje për veprimet e tij antikanonike në Patriarkatin Ekumenike dhe u tërhoq nga sfera kishtare, nga shërbimet kishtare, me qëllimin që të hapte rrugën për autoqefalinë e kishës. Domethënë, kemi të bëjmë me një figurë që ka jetuar në një periudhë të vështirë për kishën, sepse ishin, si të thuash, përpjekjet për autoqefali, ishin përpjekjet e shtetit shqiptar dhe të disa delegacioneve të cilat kishin shkuar her pas here dhe kishin komunikuar me Patriarkatin Ekumenike të Stambollit për marrjen e autoqefalisë, por kjo nuk ishte marrë përfundimisht, pavarësisht se Patriarkana kishte njohur një pavarësi disi të kufizuar të kishës ortodokse, por jo përfundimisht autoqefalinë. Në këto kushte, ai preferoi që të ishte dorë nga kisha, me qëllimin që kisha zyrtarisht të merrte tomosin dhe zyrtarisht të bëhe kisha autoqefale. Gjatë luftës së dytë botërore, Imzot Vissarion Gjuvani u rikthye në shërbim aktiv. Në vitin 1942 u emërua mitropoliti Beratit, Vlorës dhe Kaninës. Në këtë detyrë ai luajti një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e identitetit ortodoks përballë përpjekjeve për uniatizimin e kishës nga autoritetet pushtuese italiane. Në prill të vitit 1937 u dha tomosi i autoqefalisë edhe u bë sinodi i parë kanonik i kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, ku kryepiskopi ishte Kristofor Kisi. Në vitin 1942, Kristofor Kisi në atë kohë kryepiskopi i Shqipërisë, meqense ishte çështja për unitizimin e kishës ortodokse edhe ishte, si të thuash, qeveria e Italisë fashiste në vendin tonë, dhe politikat ishin për ta nënshtruar kishën, edhe që ajo të kujtonte papën edhe të vijonte me rritjen e saj. Këtë çështje të cilët ishte madhore për kishën e sapo krijuar, që sapo kishte marrë tomosin zyrtarisht, të përballej me këtë çështje dhe Kristofor Kisi bën një zgjidhje të zgjuar. Ai gradon në episkop Peshkopin Irine Banushi në shkurt të vitit 1941 në manastirin e Shënaumit, dhe njëkohësisht thërret episkopin Vissarion Gjuvani, i cili ishte i tërhequr edhe qëndronte këtu në Tiranë, dhe i thotë eja të marrësh pjesë dhe të shërbes si mitropolit i Beratit, Vlorës, Kaninës. Ai e pranon këtë gjë dhe me një dekret, qoftë qeverisë asaj kohe, po qoftë edhe me dekret nga kryepiskopi dhe nga sinodi i kishës, ai emërohet si mitropolit dhe shërbeu si mitropolit i Beratit nga vitin 1942 deri në vitin 1946. Pra, kjo përpjekje që dhe futja në lojë e Peshkop Vissarion Gjuvanit dhe shkuarja e tij të shërbejë në mitropolinë e Beratit ishte edhe një qëndresë kundër unitizimit të kishës, që ishte një përpjekje që kishte nisur që para luftës dhe që vijonte dhe intensifikoi, sidomos kur Shqipëria ishte e pushtuar. Dhe për këtë gjë është kontributi i tij që shërbeu, që ndroi pranë besimtarëve në mitropolinë e Beratit. Kemi mjaft të dhëna material fotografik, po edhe dëshmi të personave që e kanë njohur dhe që ai merrte pjesë në panajire,
qëndronte bashkë me besimtarët, ishte, si të thuash, kreu rolin e tij si mitropoliti i Beratit. Pas ardhjes në pushtet të regjimit komunist, situata ndryshoi rrënjësisht. Qëndrimi i tij kundër ndërhyrjeve të shtetit në jetën e kishës dhe kundërshtimin ndaj reformës agrare që prekte pronat kishtare, e bën objekt goditje nga regjimi. Në vitin 1946, ai u arrestua dhe dënua me 20 vjet burg me akuza politike. Nga këto, ai vuajti 15 vjet në burgun famkeq të Burrelit. Çfarë ndodhi me Visarion Gjovani? Ai ishte shkëputur, nuk ishte më peshkopi i Beratit, por ishte qëndronte në Vlorë. Dhe në vitin 1946 e arrestojnë dhe e torturojnë në hetuesinë e degës Vlorës në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dhe pasi kishin e akuzonin sa i ishte bashkëpunues me fashistët, njëkohësisht edhe me elemente reaksionare të cilët ishin kundër regjimit, akuzat të cilat ai nuk i pranoi edhe në aktakuzat gjyqësore, në procesin gjyqësor të cilët u ndjek ndaj tij, përfundimisht atë gjyqi e dënoi me 20 vjet heqje lirie, burgim, nga të cilat ai bëri 15 vite dhe pastaj u amnistua, edhe heqja e disa të drejtave që ishin pjesë e procesit gjyqësor. Pra, peshkopi Visarion Gjovani ishte një figurë e rëndësishme e asaj kohe, edhe ishte një peshkopi i kishës sonë që nuk u përshtat dhe nuk u tregua bashkëpunues me komunistët. Një nga momentet ku ai e shprehu këtë gjë ishte që gjatë reformës agrare në vitin 1945-46, ai u shpreh kundër reformës sepse shtetëzoheshin disa prona të kishës dhe kjo godiste ekonominë e kishës dhe varfronte kishën akoma më shumë. Dhe ky qëndrim i Visarionit ishte edhe një qëndrim kundër edhe ndaj vijës politike për shtetëzimin e pronave ose veprimeve që bënte vetë shteti i asaj kohe. Në këtë mënyrë, ai u akuzua me akuzat që përmendëm sipër, u burgos dhe pasi qëndroi një vit në burgun e tuesisë të degës së brendshme të Vlorës, shkoi dhe transferuan dhe pjesën tjetër prej pothuajse 15 vitesh e kreu në burgun e Burrelit. Edhe në kushtet më të vështira të burgut, Imzot Visarion Gjovani ruajti dinjitetin e tij. Bashkëvuajtësit e tij e kujtojnë si njeri të urtë, të dashur dhe plot besim. Ai ndante me të tjerët çdo ushqim që i sillnin familjarët apo besimtarët dhe përpiqej të inkurajonte të burgosët të rinj që të mos e humnin shpresën. Në burg të gjithë e thërrisnin me respekt hirësi. Ai mbeti simbol i qëndresës shpirtërore dhe i besimit pa lëkundur. Karrierën e tij ai e mbylli si episkop i Vlorës deri në vitin 1945. Në 1945 ai arrestohet dhe në 1947 bëhet gjyqi pas 2 vjet torturash. U dënua me burg 20 vite, dënimin e kreu një nga burgjet më të shkëterë të kohës së regjimit, diktaturës komuniste, në Burrel, dhe atje krijoi miqësi të ngushtë me katolikun, e njohur për kthysin e famshëm të letërsisë antike, Gjon Slakun, miqësi të cilën e ruajti edhe më pas. Kur ishte i burgosur në burgun e Burrelit, dëshmitarët tregojnë raste të shumta kur ai figurën e klerikut dhe rolin e të qenit të bariu të
të Perëndis e ruajti në mënyrë dhe e luajti në mënyrën më të mirë të mundshme në situata nga më të vështirat që njeriu kalon në jetë. Dalë për të parë prej dhomet në barë që në që 2 herë në ditë. Ngromodhune, dhova tjera se do shumë ka vjen këri, qash. Automatikisht hapet një korridor. Përballë hinin korridor, hirësia ti Visarion Gjovani. Nuk e njifshim. Më pyti, si ke emnin? Vittori, thëtë. Ajo automatikisht që durët ka qili. O, zotë, falere që për unën këtë dirje, në këtë kërjes ka qëllëm në mesit tonë. Tha që pas ka lujt meq, që fallerën zotin për mu. Po me herë dora ati atënore, ma vuni me kryre, tha, shë kjo biri jem, tha. Në anim thadhën shpirt për anin tanën këto barë. Por, je dhurat e Zotit, këtu. Se ditë, kur nësë kena me kanë, ti kep nëmën Zotit, po të ngarkoj të jesh dëshmitari vujtjeve tona. E unë, atë ditë e sot, ata që ka njek intervistat e mija, në çdo fjalim e kam përmen dhe e kam pranu misionin që më ka ngarku. Në vitin 1962, u lirua nga burgu pas një amnistie. Në moshë të thyer dhe me shëndet të rënduar, u vendos pranë manastirit të Shënjoa Vladimirit në Elbasan. Aty kaloi vitet e fundit jetës në heshtje dhe lutje. Me 15 dhjetor të vitit 1965, Imzot Visarion Gjuvani ndëroi jetë në moshën 78 vjeçare. Sipas traditës kishtare, ai u varros pranë manastirit. Mirë po gjatë fushatës ateiste të regjimit komunist, varri i tij u dhunua dhe eshtrat u zhvendosën në varrezat publike të Shionit. U lura nga burgu në moshën 76 vjeçare, në vitin 1962, duke përfituar rreth 5 vjet ulje, uljet e një pasnjëshme. Nuk i dhanë, megjithëse nuk ishte heqja akoma feja, nuk i pranuan as titull fetar, u srehun fshatin Shingjon, Shion i themi në Elbasan, dhe vdiq 3 vjet më pas, pra 15 dhjetor të vitit 1965, i braktisur, i lënë vetëm. Megjithatë, të krishterët e fillimisht e varrosën në oborrin e manastirit Shëngjom Vladimirit, por mas 67-s ajo është varros, dhe eshtrat e tij kanë nisën në varret normale të fshatit Shëngjom. Më sa di janë edhe sot. Tradita e kishës ishte që klerikët të varroseshin brenda mureve të manastirit, pra në ambientet pranë kishës së manastirit të Shënjom Vladimirit, ku varros dhe peshkopi Visarion Gjuvani. Mirë po çfarë ndodhi? Ndodhi një akt i shëmtuar, ku pak vite më vonë në valën e shkatrimit të fesë dhe ndalimit të praktikave fetare, u nxorën eshtrat e Visarion Gjuvanit prej manastirit, prej varit të tij, ku ishte varrosur, dhe u çuan dhe u varrosën në varrezat publike të fshatit Shion, që ishte shumë pranë, domethënë, nuk ishte shumë larg. Aty thuhet që një nga kujdestarët e kishës për të mos u bërë sakrilegj me eshtrat e tij, mori një kryq të një prifti tjetër dhe vendosi sikur të ishte prifti vet tjetër dhe për ta mbuluar dhe për ta ruajtur, si thua. Dhe edhe po të shikojmë sot varrin e tij, kemi edhe një prift tjetër në të djathtën e varrit të Visarion Gjuvanit, të peshkopit, Atë Kozma Kreshova, që qëndron aty dhe tradita ishte që në manastir varroseshin priftërinë, kurse laikët varroseshin jashtë ose në varrezat e fshatit. Pas rënies së komunizmit, Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë u kujdes për i vlerësimin e figurës së tij. Në vitin 1996, me nismën e kryepiskopit të lumur Imzot Anastasit, varri i tij u restaurua dhe u vendos një memorial i denjë për kujtimin e këtij hierarku të shquar.
Jeta e Mzot Visarion Gjovanit përmbledh në vetvete historinë e një epoke të tërë, përpjekjet për autoqefalinë e kishës, sfidat e ndërtimit të shtetit shqiptar, rezistencën ndaj pushtimeve të huaja dhe përballjen me diktaturën komuniste. Të flasësh për figurën e hirësisë Visarion Gjovani është shumë e thjeshtë, është e lehtë sepse edhe sot, pas shumë vitesh nga kalimi në amshim, ai mbetet një figurë e vlerësuar, një figurë e përmendur, një figurë shumë e njohur, shumë e lakuar, jo vetëm nga historiografia, nga mediat, por që ka mbetur e gjallë edhe në kujtesën e besimtarve ortodoks të Shqipërisë. Kështu do të largohej nga jeta i Mzot Visarioni, njeriu që ia kushtoi të gjithë veprimtarinë e tij Zotit, besimit dhe kishës. Pavarësisht qëndrimeve dhe ekujvokeve të ndryshme të ndikuara nga kushtet e kohës, vetë jeta e tij kaloi si një udhtim i gjatë jo vetëm përpjekjesh, suksesesh dhe arritjesh, por dhe një kalvar mundimesh, vojtesh dhe persekutimi për të lënë pas një emër të vlerësuar nga besimtarët ortodoks dhe opinioni i gjerë publik. Mund ndalesha më gjatë për të folur për jetën dhe veprën e Visarion Gjovanit, po do ta them për ata kanë shkruar shumë, janë shkruar deri monografi, janë shkruar artikuj të shumtë, janë bërë vlerësime të shumta, por dhe vetë kisha sot në autoqefale jep vlerësimet e veta për këtë martir të kishës ortodokse. I përjetshëm qoftë kujtimi i Visarion Gjovanit. Ai mbetet një personalitet i rëndësishëm i historisë kishtare, por edhe shqiptare gjithashtu. Një njeri dijes, i besimit dhe i sakrificës, i cili shërbeu kishës dhe popullit të tij deri në fund të jetës. I përjetshëm kujtimi i tij.